Përshëndetje. Nëse sheh Instagramin, TikTokun ose reklamat e çdo marke të madhe, do të ndjesh se jeta e njerëzve rrotullohet rreth trupit, lëkurës, flokëve dhe mbi të gjitha mbi trupi. Nga trajtimet estetike me detokset e çuditshme, nga operacionet plastike te filtrat që riformojnë fytyrën virtualisht, e gjitha këto duket sikur pamja është kthyer në një fe të re. Ndërkohë shëndeti mendor, edhe pse ka fituar pak terren, shpesh mbetet në fund të listës. Pse ndodh kjo? A është e ngulitur biologjikisht apo është thjesht moda e kohës? Dhe a kemi të bëjmë me mirëqenie apo thjesht me një trend? E para është biologjia nuk zhduket. Pamja si sinjal për të tjerët. Nga këndvështrimi evolucionar, trupi ka qenë gjithmonë pasaporta jonë shoqërore. Pamja fizike shërben si sinjali i shëndetit, potencialit riprodhues edhe statusit. Që nga epokat më të hershme, njerëzit kanë treguar kujdesje për lëkurën, flokët, mënyrën si vishet trupi, jo si kishin selfie, por sepse pamja tregonte nëse ishte i shëndetshëm, i fortë apo i rrezikshëm. Pra ka një bazë biologjike në obsesionin me pamjen. Shëndeti mendor nuk shihet me njerë, prandaj nuk aktivizon të njëjtin alarm biologjik. E dyta, shëndeti mendor nuk është i dukshëm. Problemi me shëndetin mendor është se është i padukshëm. Një fytyrë e freskët shihet, një bark i shesht bie në sy, por askush nuk sheh anktin, depresionin apo çrregullimet e vetëvlerësimit që fshihen pas një fotoje. Kultura vizuale shpërblen atë që duket. Shëndeti mendor, dhe pse shumë i rëndësishëm për funksionimin afatgjat, nuk ka peshën e një lajku të shpejtë. E treta, rrjetet sociale, industria e krahasimit dhe e filtrit. Me shpërtimin e rrjeteve sociale, pamja është bërë valutë. Çdo foto është një reklam e vetvetes. Algoritët shpërblejnë fotot, jo mendimet. Dhe kur flet për shëndetin mendor, duhet ta paketosh bukur që të klikojë dikush. Ky presion vizual ka prodhuar një obsesion të ri. Njerëzit s'po kërkojnë thjesht të jenë të shëndetshëm, por të duken të shëndetshëm, të rinj, instagramist të mirë, të bukur, dhe shëndeti mendor nuk ka filtrin e duhur për këtë. E katërt, ekonomia e pamjes, që është si industri. Mirëqenia fizike është kthyer në tregti masive. Kremra, suplemente, fitness butik, estetika dentare, kirurgji plastike. Një industri maramëndse që shet shpresë në kavanos. Ndërkohë shëndeti mendor kërkon kohë. Reflektim dhe shpesh terapist të kualifikuar nuk ka produkt magjik që rregullon në një javë. Ky kontrast bën që pamja të duket më e arritshme dhe më seksi për konsumatorët. E pesta, narrativa e suksesit. Duhesh të dukesh mirë që të marrin seriozisht. Shoqëria e sotme e lidh fort pamjen me suksesin. Një CV i shkëlqyer dhe një fytyrë e lodhur nuk do të shkojnë përshtat në kulturën vizuale. Kjo nuk është thjesht sipërfaqësi, është realitet praktik në disa fusha pune ku pamja shihet si reflektim i disiplinës dhe statusit. Kështu individët investojnë më shumë tek ajo që i sjell përfitim të shpejt, pra pamja, dhe lënë hije shëndetin mendor, i cili nuk e ka këtë akses të menjëhershëm. E gjashta, psikologjia e vetvlerësimit të jashtëm. Shumë njerëz sot matin veten përmes feedbackut të jashtëm. Numrit të ndjekësve, pëlqimeve dhe komplimenteve që janë bërë matës të vlerës personale. Pamja është më lehtë për të treguar dhe për të validuar nga të tjerët se sa shëndeti mendor. Një trup i tonifikuar shihet menjëherë. Një mendje e qetë nuk vërtet, nuk bën dot selfie. E shtata, stresi i përditshëm. Pamja si kontroll i vogël në kaosin e madh. Shëndeti mendor është kompleks dhe shpesh i pakontrollueshëm. Kërkon punë afatgjatë dhe ndonjëherë trajtime profesionale. Ndërkohë ndryshimet fizike, një dietë e re, një prerje flokësh, një operacion estetik, japin ndjenjë të shpejtë kontrolli dhe rezultatesh. Në një botë ku gjithçka,
duket jashtë kontrollit, trupi bëhet një projekt personal ku mund të investosh për të ndjerë se po bën diçka. E tjeta, moda dhe mirëqenia. Ku ndahet kjo vi? Ka një ndryshim mes mirëqenies së vërtet dhe modës. Mirëqenia do të thotë kujdes për trupin, për shëndetin, energji, jetëgjatësi. Moda është imazhi i paketuar, shpesh i pashëndetshëm. Dieta ekstreme, trende absurde, ndërhyrje pa kriter. Shumë njerëz nuk i dallojnë këto dyja dhe e shesin kujdesin për një pamje ndërkohë që e shkatërrojnë shëndetin fizik dhe mendor. Një shembull tipik t'u them, dikush mund të shkojë çdo ditë në palestër, jo për shëndetin, por nga frika se mos humb standardin që sheh online, pamja bëhet burimangthi, jo mirëqenie. E nënta, pse shëndeti mendor është ende tabu. Edhe pse bota po bëhet më e hapur ndaj temave të shëndetit mendor, shumë kultura e shohin ende si dobësi ose si çrregullim. Mos themi çmunduri. Kjo e shtyn njerëzit të investojnë tek ajo që shihet dhe të fshihet. Kjo i shtyn njerëzit të investojnë tek ajo që shihet dhe të fshehin atë që nuk shihet. Po, unë dukesha mirë, thot. Askush nuk e di se jam keq. Është moto e heshtur e shumë njerëzve. Pamja bëhet mask. E dhjeta, pasojat psikologjike të obsesionit me pamje. Ky fokus i tepruar në pamje ka kosto të mëdha mendore. Rritja e ankthit dhe depresionit tek të rinjt. Çrregullime të ngrënit, çrregullime dismorfike, trupore, vetëvlerësim i brisht i varur nga komplimentet, lidhje të cekta shoqërore bazuar te imazhi. Në vend që pamja të jetë reflektim i mirëqenies, ajo kthehet në burim të një cikli të sëmur vetkritike. E 11, çfarë mund të bëjmë? Arsimimi për shëndetin mendor. Të mësojmë në shkolla për menaxhimin e emocioneve, stresit dhe vetëvlerësimit, normalizimi terapive, ta bëjmë po aq normale sa të shkosh në palestër, dekonstruktimi i filtrave dhe standardeve toksike, më shumë transparencë në rrjetet sociale, kultivimi i vetëvlerësimit të brendshëm, të shohim vlerën tonë përtej pasqyrës. Nëse investojmë në mendje, trupi shpesh ndjek, por investimi vetëm në trup nuk e shëron mendjen. E 12, humori i vogël për një realitet të madh. Sot njerëzit bëjnë detoks për trupin çdo javë, por nuk bëjnë detoks për mendjen asnjëherë. Ka njerëz që shpenzojnë 300 euro për një krem nate, por nuk japin as 30 euro për një seancë terapie. Duket si shaka, por është simptom e një kulture ku imazhi ka më shumë pesh se substanca. Më shumë mendje, më pak filtra. Të kujdesesh për pamjen nuk është gabim. Trupi është shtëpia jonë dhe ka nevojë për respekt. Por kur pamja kthehet në obsesion dhe mendja mbetet pasdore, kemi një çekullibër që do ta paguajmë më vonë. Evolucioni na ka dhënë instiktin për të dukur të shëndetshëm, koha moderne na ka dhënë teknologjinë për ta egzageruar këtë. Sfida jonë është të përdorim ndërgjegjen për të balancuar biologjinë me kulturën, modën me mirëqenien, trupin me mendjen, vetëm atëherë mund të themi me të drejtë se jemi fit. Jo vetëm fizikisht, por edhe emocionalisht, edhe mendurisht. Miq, këtë do të thosha në këtë video, ju falenderoj për vëmendje. Kush ka dëshirë mund të bëjë komente, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë video tjetër her pas here. Dhe në videon tjetër. Mirë takofshim.